Të veshura e të rregulluara si zonja të vërteta, më në fund bashkohen shkurta dhe shyreti. Raporti mes dy ikonave të muzikës popullore shqiptare, Shkurte Feza dhe Shyrete Behluli, ka qenë për një kohë të gjatë objekt diskutimesh dhe spekulimesh në mediat dhe në publik. Për vite me radhë, lajmet dhe thashethemet kanë treguar se mes dy artisteve nuk ekziston një marrëdhënie e ngushtë, madje disa burime kanë sugjeruar se komunikimi i tyre ka qenë minimal, madje thuhet se asnjë nga përpjekjet për t'i afruar nuk ka pasur sukses. Ky fakt ka ngjallur gjithmonë kuriozitet dhe ka bërë që fansat e tyre të jenë të etur për çdo lajm që mund të tregojë për një ndryshim të mundshëm në raportin mes tyre. Megjithatë, një zhvillim i papritur ka ndodhur së fundmi, duke tërhequr vëmendjen e publikut dhe mediave. Të dyja artistet u panë së bashku në një event zyrtar të organizuar nga Ambasada Shqiptare në Shqipëri. Ky ishte një moment mjaft i veçantë, pasi Shkurte Feza dhe Shyrete Behluli nuk ishin parë bashkë për një kohë të gjatë në publik, dhe prania e tyre në të njëjtin event me familjet e tyre krijoi një atmosferë të veçantë për të gjithë të ftuarit dhe vëmendjen e medias. Pavarësisht mungesës së komunikimit të mëparshëm mes tyre, fakti që të dyja u ulën pranë njëra tjetrës dhe ndanë të njëjtin ambient zyrtar, nuk kaloi pa u vënë re. Fotot dhe videot e shkrepura gjatë eventit u shpërndan shpejt në rrjetet sociale, duke bërë që komentet të shumta të rridhnin menjëherë. Fansat dhe admiruesit e tyre shprehen gëzim dhe habi për këtë takim, duke e konsideruar si një moment të rrallë dhe të veçantë në historinë e muzikës popullore shqiptare. Ngjarja gjithashtu shërbeu për të rikthyer në vëmendje raportin mes dy ikonave, duke ngjallur debate dhe analiza mbi marrëdhënien e tyre të vjetër. Për disa, ky takim u pa si një mundësi për të zbutur tensionet e kaluara, ndërsa të tjerët ishin thjesht të kënaqur që dy legjenda të muzikës shqiptare ndanë të njëjtin skenë dhe të njëjtin ambient. Ambasada Shqiptare, përmes organizimit të këtij eventi, duket se ka luajtur një rol të rëndësishëm në bashkimin e tyre, duke ofruar një mundësi neutrale dhe festive që mund të krijojë ura komunikimi mes dy artisteve. Edhe pse për momentin nuk ka indikacione të qarta nëse marrëdhënia e tyre do të ndryshojë në të ardhmen. Ky takim ka sjellë gjithashtu reflektime mbi ndikimin e figurave të mëdha të muzikës popullore në jetën kulturore shqiptare dhe rëndësinë e bashkëpunimit apo së paku respektit reciprok, pavarësisht historikut personal. Publiku dhe media do të vazhdojnë të ndjekin me interes çdo zhvillim të mundshëm, ndërkohë që Shkurte Feza dhe Shyrete Behluli qëndrojnë të dyja në qendër të vëmendjes, si dy legjenda të paprekshme të skenës muzikore shqiptare. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.